Gjykata e posaçme vendosi sot arrest me burg për ish efektivin e antiterrorit Igli Haxhia, i dyshuar për korrupsion, shpërdorim detyre dhe nxjerrje të sekretit hetimor, pasi akuzohet se ka dhënë informacion sekret grupit kriminal të Elvis Doçit. Arrestimi u bë në kuadër të operacionit përbashkët me SPAK-ut dhe partnerëve europian që goditi trafikun ndërkombëtar të drogës nga Amerika e Jugut drejt Europës e Italisë. Hetimet zbuluan fitime të paligjshme mbi 12 milion euro dhe përfshin 49 persona, 46 prej të cilëve shqiptar, ndërsa Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ekzekutoi vendimin më 27 nëntor. Ish efektivi Igli Haxhia, i arrestuar nga SPAK si pjesë e grupit të trafikut, përdorte biseda në Sky ECC për të shitur informacione sekrete hetimore. Denis Myftiu dhe shokëve të tij duke kërkuar 15.000 euro për 3 persona. Hetimet zbulojnë se Haxhia i ka pasur lidhje edhe me shitje e transport droge, ndërsa Myftiu, i shpallur në kërkim, dyshohet këtë organizuar trafikun e kokainës dhe heroinës drejt Italisë, bashkë me një rrjet ndërkombëtar transfertash parash të drogës. SPAK vjon hetimet për të zbardhur të gjithë strukturën kriminale dhe përfshirjen e ish oficerëve në aktivitetet e paligjshme. Një narkotrafikant shqiptar i njohur si Loli menaxhonte biznesin e trafikut të kokainës nga Ekuadori në Rom përmes portit të Rotterdamit duke përdorur kontejner dhe bagazhe të modifikuara. Hetimet e Guardia di Finanzës quan në 8 masa sigurie me burg, si edhe sekuestrimin e mbi 130 kg kokainë, ndërsa fitimet e dyshuara kapin mbi 1 milion euro. Loli koordinonte çdo hallk të zinxhirit të drogës nga Amerika e Jugut deri në periferi të Romës dhe bashkëpunëtorët e tij zbuluan se ai kontrollonte çmimet dhe shpërndarjen, duke krijuar një rrjet të sofistikuar trafiku që ka tronditur botën kriminale italiane. Autoritetet shqiptare dhe italiane goditën një rrjet ndërkombëtar të trafikut të drogës duke arrestuar ish efektivin e antiterrorit Igli Haxhiaj. Në një operacion të ngjashëm në Spanjë, autoritetet sekuestruan mbi 9 ton kokainë në portet e Vigos dhe Valencias, fshehur në kontejner me fruta dhe pako të ngrira, duke arrestuar një shtetas shqiptar të përfshirë në rrjet. Operacionet tregojnë aftësinë e organizatave kriminale për të përdorur metoda të sofistikuara fshehjeje, por edhe forcën e bashkëpunimit ndërkombëtar për të ndaluar ato. 39 vjeçari nga Fieri Osman Hoxha është arrestuar në Athinë duke zbuluar një nga rrjetet më të mëdha ndërkombëtare të trafikut të kokainës që lidh Amerikën Latine, Europën dhe Ballkanin. Hetimet nisën pas kapjes së 500 kg kokainë në portin e Antwerpit, por kjo ishte vetëm maja e icebergut. Përgjimet treguan për 3500 kg të tjerë, të lëvizur me shtëpi të sigurta. Kompani transporti mbulesë dhe komunikimet koduara. Hoxha koordinonte trafikun duke lidhur Shqipërinë, Rusinë, Spanjën dhe Greqinë në një zinxhir të sofistikuar. Arrestimi në Athinë hap rrugën për ekstradimin drejt Belgjikës, ndërsa ky operacion tregon se Ballkani është kthyer në korridor kryesor të drogës dhe Greqia në nyje mbikëqyrje për kartelet ndërkombëtare. 2 të rinj u arrestuan në Tiranë gjatë operacionit policor të koduar Night për shpërndarje droge. Kledi Picari, 21 vjeç, dhe Hysen Snalla, 27 vjeç, u ndaluan nga forca e posaçme e Shqiponja në rrugën Minepeza, duke e lëvizur me një automjet tip BMW. Kontrolli zbuloi doza heroine dhe kokaine, ndërsa u sekuestruan 5 celular dhe automjeti. Të dy pa akuzohen për prodhim dhe shitje të narkotikëve, ndërsa materialet ju referuan prokurorisë së Tiranës për hetime të mëtejshme. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Kuksin, ku biznesi Fura Kosova pranë urës së re është qelluar me 8 plumba gjatë natës. Pronari i shqetësuar dhe i paqartë për motivet thotë se nuk ka konflikte me askënd dhe nuk di kush qelloi. Fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por dëmet materiale janë të konsiderueshme, duke shkaktuar panik mes banorëve. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe ka nisur hetimet për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Policia finalizoi një operacion kundër trafikut të automjeteve luksoze duke sekuestruar 4 makina me vlerë totale rreth 215.000 euro. 2 prej tyre u sekuestruan një ditë më parë dhe 2 të tjera sot, përfshirë modele tip Audi A5 dhe A6 të vjedhura nga Gjermania e Bullgaria. 2 persona janë shpallur në kërkim si të dyshuar për trafikim, ndërsa operacioni Stolen Line vijon dhe materialet janë dorëzuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Policia e Fierit në bashkëpunim me forcat shqiponja kanë arrestuar Gentian Begollin, 39 vjeç, pasi u kap duke transportuar 4 emigrant paligjshëm drejt kufirit. Ngjarja ndodhi në aksin rrugor Fier-Tepele, ndërsa policia po heton për zbardhjen e rrjetit mundshëm të trafikimit të njerëzve. Policia e Bulqizës arrestoi Sokol Veselin, 43 vjeç, i shpallur në kërkim për vjedhje, pasi në bashkëpunim me 2 të mitur vodhën një motomjet brenda ambienteve të komisariatit. Më parë ndaj tij ishte caktuar masa e sigurisë arrest me burg nga gjykata e Dibrës. Hetimet po vazhdojnë për të zbardhur të gjitha veprimet e tij kriminale dhe lidhjet me rrjetet e vjedhjes së automjeteve. Aksidentet rrugore në Shqipëri shënuan një rënje të ndjeshme gjatë tetorit të këtij viti, me 18.3% më pak krahasuar me të njëjtin muaj të vitit kaluar, ndërsa për 10 mujorin ulja ishte 16.5%, sipas të dhënave paraprake të Instat. Gjatë tetorit u regjistruan 116 aksidente, me 164 të aksidentuar,
ku 81% e rasteve shkaktohen nga sjellja e drejtuesve të mjeteve, kryesisht në grup moshën 25 deri 34 vjeç. Dita më problematike ka qenë e premtja, me 19.8% aksidenteve, ndërsa më pak aksidente kanë ndodhur të martave me 8.6%. Ora më kritike për aksidentet ka qenë 8 deri 12, duke përbërë 25% të totalit të tyre. 2 inspektorë të AZBR-s dhe 6 veterinerë në Pogradec janë pezulluar për abuzime me skemën e mbështetjes për fermerët, duke falsifikuar aktet e verifikimit dhe përfituar 10 deri 50.000 lekë në mënyrë korruptive. Operacioni Green Code, pas 18 muajve hetim nga prokuroria dhe krimi ekonomik, zbuloi mashtrime sistematike dhe shpalli në kërkim një tjetër inspektor. Veprimet e tyre kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm në buxhetin e shtetit. Atentati ndaj gazetarit italian Sigfrido Ranucci, drejtuesi i emisionit investigativ Report, po hetohet nga autoritetet italiane me nivel të lartë vëmendjeje. Hetimi shqyrton të gjitha pistat përfshir mundësinë e përfshirjes së rrjeteve kriminale shqiptare dhe fokusin te Artur Shehu si përmarrës shqiptar i përmendur në disa dosje ndërkombëtare. Hetuesit analizojnë lëvizjet para atentatit, kamerat e sigurisë, komunikimet dhe udhëtimet drejt Shqipërisë, si edhe një incident më parshëm në pronat e Ranucit. Mbështetja ndaj gazetarit është e gjerë, ndërsa autoritetet përpiqen të përcaktojnë nëse pista shqiptare është vetëm hipotezë apo ka prova konkrete për përfshirje. Ukraina po përballet me një skandal të madh korrupsioni prej 100 milion eurosh, që ka përfshirë shefin e stafit të presidentit Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. Agjensit antikorrupsion bastisën apartamentin e tij, ndërsa hetimet shqyrtojnë rolin e tij qendror si këshilltar, negociator dhe kontrollues i aksesit ndaj presidentit. Yermak konsiderohet figura më me ndikim pranë Zelenskit, dhe lidhja e tyre është kaq e ngushtë sa çdo presion për largimin e tij duket praktikisht i pamundur. Skandali mund të rrisë tensionet politike duke vënë në pikpyetje funksionimin e administratës presidenciale. Në Washington DC, 2 anëtar të gardës kombëtare u qelluan pranë shtëpisë së bardhë nga një shtetas afgan 2 ditë më parë, Rahmanullah Lakenal, 29 vjeç. Sarah Beckstrom, 20 vjeç, ndroi jetë si pasojë plagëve të marra, ndërsa kolegu i saj, Andrew Wolf, 24 vjeç, po lufton me jetën. Ishte presidenti amerikan Donald Trump ai që konfirmoi vdekjen e Beckstrom gjatë ditës së falënderimeve, duke e përshkruar atë si një person të mrekullueshëm e shumë të respektuar.